Faleminderit shumë. E kemi shpjegu disa herë edhe ju falenderoj gjithë deputetëve që kanë votuar unanimisht për këtë projekt ligj, edhe në seancën këtu në kuvend, po edhe në komision. Ju ndoshta më duhet t'ua përkujtoj se ky ligj nuk është kthyer për përmbajtje, nuk është kontestuar asnjë pikë përmbajtjes së tij nga dhjetori 2024, por për çështje procedurale. Me lejoni, po më duket shqetësimi më i madh është çështja e prokurimit. Me lejoni t'ju siguroj këtu se neni 11, i cili u përmend këtu, nuk nënkupton në asnjë mënyrë, në asnjë formë përjashtim apo anashkalim të ligjit për prokurim publik. Ky neni 11, do më thonë, synon të jap fleksibilitet operacional Komitetit Organizativ OCMG, dhe atë për hartimin e procedurat të brendshme për funksione specifike, dhe këtu fjala ky që është specifike, të organizimit të lojra, për shembull rekrutimi, shërbimet operative, sponsorizimi e të tjera. Po ashtu, synon të jap fleksibilitet operacional Komitetit Organizativ për përshtatjen me standardet dhe kërkesat ndërkombëtare të organizimit të eventeve multisportive. Ligji për prokurim mbetet plotësisht në fuqi për të gjitha shpenzimet që financohen nga buxheti i shtetit. Rregulloret e brendshme të Komitetit Organizativ nuk mund të bien ndesh me legjislacionin e fuqi, e këto rregullore janë të domosdoshme dhe burojnë nga kërkesat dhe standardet e vendosura për këto ngjarje nga ICMG, e cila është pronare e lojrave, dhe të cilat duhet të respektohen për organizimin e lojrave mesatare. Në këtë kuptim bëhet fjalë për harmonizim të kornizës ligjore vendore me obligimet ndërkombëtare, duke ruajtur në tërësi parimet e transparencës, konkurrencës dhe llogaridhënies në përdorimin e fondeve publike. Ju lutem që po ashtu kush e ka lexuar projekt ligjin me kujdes ta shoh paragrafin e 2 të nenit 4 të këtij projekt ligji. Faleminderit shumë. Procedojmë me votimin e projekt ligjit. Lutem deputetët dhe regjin që të bëhen gati për votim. Votojmë tash. Konstatoj se me 64 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, kuvendi miraton ligji numër 10L027 për lojrat mesdhetare Prishtina 2030. Faleminderit shumë.